Vadi El Natrun, shkretëtira që u bekua nga Krishti Foshnje. Vadi El Natrun është një nga vendet më të shenjta dhe më të dashurat e Egjiptit për traditën e krishterë. I ndodhur mes qytetit të Kairos dhe Aleksandris, ky vend i qetë dhe i shkret ka qenë për shekuj të tërë një streh për lutje, për ulësi dhe jetë shpirtërore monakale. Por rëndësia e tij nuk qëndron vetëm te manastiret dhe murgjit e mëvonshëm, por që në kohën e hershme të Krishtit Foshnje, kur Zoti e bekoi këtë tokë me praninë e tij. Sipas traditës, gjatë arratisjes nga përndjekja e mbretit Herod, Shën Maria, Shën Josifi, kujdesari i saj, dhe Foshnja Isu udhëtuan nga Betlehemi drejt Egjiptit, duke kaluar nëpër shumë qytete e fshatra të vendit. Në Ungjillin sipas Shën Mateut, kapitulli 2, vargjet 13 deri në 15, përmendet se një angjëll i Zotit i paralajmëroi Josifin të merrte fëmijën dhe nënën e tij dhe të arratisej në Egjipt. Shkrimi i shenjtë nuk përmend vendet ku ndaluan, por tradita e krishterë i ka ruajtur ato me hollësi. Udhëtimi i tyre ishte i gjatë dhe i lodhshëm, por në çdo vend ku ata ndaluan, mbeti një gjurmë e bekimit hyjnor. Një nga këto vende të bekuara ishte Vadi El Natrun, një shkretëtirë e qetë dhe izoluar ku Shën Josifi dhe Ylindësja Mari gjetën streh dhe pushim për një kohë. Thuhet se gjatë qëndrimit të tyre në këtë vend, Ylindësja Mari dhe Foshnja Isu pushuan pranë një burimi uji dhe aty ndodhi një mrekulli. Burimi u mbush me ujë të ëmbël në një zonë ku gjithçka ishte e kripur dhe e thatë. Që nga ajo ditë banorët e zonës e konsideruan vendin të shenjtë dhe të bekuar. Më vonë, murgjit që u vendosën në këtë shkretëtirë besuan se bekimi i Zotit kishte mbetur përgjithmonë aty, duke e bërë Vadia El Natrun një oazë të shenjtërisë. Shekuj më vonë, në të njëjtën tokë ku Isu i pushonte si fosh, u ngritën 4 nga manastiret më të vjetër të krishtërimit. Manastiri i Shën Makarit të Madh, i Shën Bishojit, i Shën Varamosit dhe i Sirianëve. Këtu lindi dhe u zhvillua jeta monakale, një mënyrë jete e përkushtuar plotësisht Zotit, në eshtje dhe në lutje të pandërprerë. Shumë shenjtor dhe jetër shpirtëror kaluan jetën e tyre në këtë vend të bekuar, duke bërë atë një qendër të gjallë të besimit dhe shenjtërisë. Prandaj Vadi El Natrun nuk është vetëm një vend gjeografik, ai është një shenjtërore e kujtesës hyjnore. Aty ku dikur pushoi dhe eci më këmbë Krishti Foshnjën dhe duart e Ylindëses Mari prekën tokën, u mboll fara e përjetshme e bekimit. Për çdo të krishterë, ky vend është një dëshmi se Zoti bekon tokat dhe popujt që e presin me besim dhe dashuri.